Sot më shumë se kur, bota na kujton se shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa i edhe fizik. Jetojmë në një kohë ku ritmi i jetës, pasiguria, stresi dhe presionet e përditshme shpesh e lodhin mendjen më shumë se sa trupin. Dita ndërkombëtare e shëndetit mendor është një thirrje për reflektim, për të folur hapur, për të dëgjuar me mirëkuptim dhe për të kujdesur për njëri tjetrin. Ne sot do të flasim për mendjen, për emocionet, për plagët e padukshme që shumë kush i mban brenda vetes, ndoshta edhe ne, por edhe për mënyra se si mund të shërohemi, të forcohemi dhe të jetojmë me më shumë paqe. Kemi të ftuar pikërisht një profesioniste në këtë sferë, e cila nga afër i ndjen nga pacientët këto probleme, këto eksperjenca dhe do na flet më shumë për ditën e sotit. Zonja Behije Nuhi, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje Gjanan, faleminderit shumë, e gjithashtu ju uroj shumë juve se pikërisht këtë ditë ja keni kushtuar shëndetit shumë të rëndësishëm, si që përmende shëndetit mendor. Ne ma pak rëndësi i japim ndonjëherë shëndetit mendor në mënyrë direkte, ndoshta se e kemi atë tabun të shkosh në psikolog, të flasësh me një profesionist, në psikiatër, është ma herët është thënë se nëse takon një person profesionist, ke diçka, ke të meta, ose leje se ai merret me psikolog ose ka probleme. Ndërsa e shohim se një gjë shumë e rëndësishme, unë bazohem në libra, bazohem në filma që nuk ka libër dhe nuk ka film që nuk ka një person shëndetësor i cili kujdeset për shëndetin mendor, dhe kjo më flet shumë për vetëdijesimin se sa duhet t'i kushtojmë rëndësi. Sot është pikërisht kjo ditë. Çka është më e rëndësishme të flasim për shëndetin mendor pikërisht sot? Rëndësit veçantë kisha dhënë pikërisht që përmendet ti, stigmatizimit. Shumë pacient, mos të etiketoj si pacient, mirë për shumë individ, kanë frikë të kërkojnë ndihmë në kohë të duhur. Pikërisht për shkak të stigmës, mirë po jo vetëm stigma nga komuniteti, mirë po edhe self-stigma, vetë stigmatizimi. Çka nëse unë shkoj në psikiatër, çka nëse shkoj unë në psikolog, çka do të thonë tjerët për mua. Shpesh herë individet e etiketojnë vetën edhe me atë se po unë marr barna nga psikiatri. Neve gjithmonë mundohemi t'ja u shpjegojmë pacientave tanë se barnat që ipen, që përshkruhen nga një psikiatër janë po të njëjtat barna që i përshkruan një internist, një kardiolog ose një neurolog. Nuk keni barna Po tjera. edhe gjithmonë mundohemi t'ja u shpjegojmë pacientave se kujdesi për shëndetin mendor është po aq i rëndësishëm sa për shëndetin fizik. Edhe duhet të kërkohet ndihmë pikërisht në kohë të dukur. Vonesa e kërkimit të ndihmës e ndërlikon procesin e trajtimit. E shërimit, po. Rritet ndërgjegjësimi i shoqërisë në rëndësinë e shëndetit mendor, sepse e tham se kemi pak hamendje, dyshime, nuk jemi të vetëdijsuar mjaftueshëm, jemi paragjykues, jemi të stigmatizuar. Më thuaj se a shkon nga dita e parë kur keni vendosur të merreni me këtë profesion e deri tani shihni përmirësim apo ka nevojë ende për punë? Ka nevojë shumë ende për punë, edhe pse kjo është një shpatë me dy tehe. Në anën tjetër rritet ndërgjegjësimi, njerëzit janë më të vetëdijshëm dhe kërkojnë ndihmë ma herët, mirë po ka ana tjetër edhe sëmundjet psiqike janë në rritje. Jetesa, dinamike, stresi, rrjetet sociale, gjithçka ndikon në shtimin e simptomave edhe rritjen e numrit të pacientëve me sëmundje psiqike. Cilat janë çrregullimet më të shpeshta mendore dhe do dua shumë ta di se cilat grup mosha kapen më shumë? Po, sëmundja ma e shpesht, ose çrregullimi ma e shpesht mendor, si në që gjithë botën, edhe të neve në Maqedoni është depresioni. Do me thonë, depresioni është në gjendje shqetësimi, ku niveli i disponimit është shumë i ullët, mungon vullneti, mungon motivimi, edhe është faktori i cili pengon më së shumti në përditshmëri edhe i bën këta individ të pa aftë për jetesë. Ne kemi si një shprehje çdo ditë, i themi jam në depresion, vetëm pse pak nuk na punohet ose jemi pak jo në disponim, është e lehtë aq të diagnostifikohet e personi me depresion. Në qoftë se këto simptoma persistojnë më shumë se 2 javë, edhe në qoftë se e pengojnë individin për të funksionuar në përditshmëri, atëherë diagnostifikohet si depresion. Mirë po përveç simptomave që i shfaq individi, gjithashtu duhet të bën disa teste psikologjike dhe disa shkalla,
për ta verifiku edhe për ta diagnostifiku kështu me të vërtetë. Me të vërtetë. Po se është... Se ne shumë leti diagnostifikojnë njerëzit. Po edhe depresioni ka nën depresioni. Ka depresioni let, depresioni mesëm, ka depresioni rënd, me simptome ose elemente psikotike ose jo psikotike. Si ndikon stresi, ritmi i ngjeshtë i ditës, situatat ekonomike në shëndetin mendor të një individi? A luajnë edhe këto rol? A janë edhe këto faktor? Pa tjetër, përveç faktorëve gjenetik, edhe faktorët social kanë një peshë të madhe për paraqitjen e sëmundjeve ose çrregullimeve psiqike, sidomos paraqitjen e çrregullimeve të ankthit të generalizuar, sulmeve të panikut, fobit, domethënë siç përmendë stresi i përditshëm, neve stres kemi në mëngjes sa po të zgjohemi çka do të veshë, dhe ajo është një farë stresi, pastaj si do të shkojmë në punë, a do të ketë komunikacion, ku do ta parkoj veturën, të gjitha këto ndikojnë në nënvetdijen e personit lëndum, faktikisht personit që ka ndoshta një çrregullim të prekur, të prekur, edhe mundet me ja shfaqe edhe më shumë simptomet. Pak para ca viteve patëm COVID-19. A ka luajtur rol COVID-19 në situatën shëndetësore mendore të njerëzve? Po, Gjanan, është rritë shumë numri në atë kohë, kishte një SOS linjë, edhe kanë kërku shumë persona kanë kërku ndihmë për shkak të izolimit, ishte një lockdown, kishin shumë çrregullime të ankthit të generalizuar, pastaj edhe sulmet e panikut siç e përmenda, dhe kërkimi i ndihmës ishte më i vështirësuar për shkak se kishte edhe ora policore, edhe në atë periudhë shumë individ kanë filluar të keq përdorin substanca edhe psikoaktive, mirë po kishte filluar edhe keq përdorimi i anksiolitikëve, që është një problematik shumë e madhe të neve në psikiatri për shkak se benzodiazepinët shkaktojnë edhe varfshmëri. Doja të pyes, a krijojnë varfshmëri? Po. Vetëm benzodiazepinët ose anksiolitikët, kurse antidepresivët dhe antipsikotikët fatmirësisht nuk shkaktojnë varfshmëri, mirë po përshkrimi duhet të jetë në përmasa vetëm se nga psikiatri, edhe doza duhet rritet ose të zvogëlohet në konsultim me psikiatrin, për shkak se shumë shpesh pacientët të ndin edhe të vetë medikohen. Ka shumë raste ku pacient nuk ka takuar as psikolog as psikiatër, ndërsa merë antidepresante. Kemi shumë raste të tilla, sidomos ky fenomen është i shfaqur më shumë te gratë, ato muhabetet e mahallës. Që ti jeni diazepam, po? Po, edhe ndihet e shqetësume, në qoftë se komshia e saj merr një antidepresiv, thotë, ja përshkruan ajo, merr se mua më ka bë mirë, patjetër do të bëhet edhe për ty mirë. Mirë, po neve thojmë çdo tretman të secili individ do të jetë i ndryshëm, për shkak se jo çdo depresion është i njëjtë. Dallon ose ka variacione të ndryshme, tek ku mundet të shfaqet ndryshe, tek të ndryshe, edhe në varësi të shfaqjes së simptomave, ashtu japim edhe terapinë. Terapinë e duhur. Jemi në një kohë ku po kalojmë në një tranzicion të rrjeteve sociale, të digitalizimit, a ndikon përdorimi i rrjeteve sociale në përkeqësimin e një personi? Po, Gjanan, fatkeqësisht të rinjët tanë janë të ekspozuar shumë, edhe të në rrjetet të ndryshme sociale. Një prej faktorëve të cilat ndikon në përkeqësimin ose në shfaqjen e simptomave të para është krahasimi. Ne vedim se postohet gjithçka. Shumica e platformave nuk kanë edhe shumë cenzura. Edhe postohet gjithçka dhe janë të ekspozuar në përjetimin e disa sendeve jo reale edhe në kohë jo të duhur. Edhe kjo bën ta krahasojnë jetën e tyre me jetën e të tjerë, edhe aty fillon mungesë vetvlerësimi, shif kiso e ka jetën, unë nuk e kam, po ato ekspozohen, për shembull në Instagram, ke pati dikush që ekspozon probleme? Jo, veç sendet bukura, po unë si kam, po edhe unë dua kështu. Se unë si kam, u knaq, si mund të shkon këtu. Edhe këtu fillojnë ato paraqitjet, është një ndjenjë jo kënaqësie, është një ndjenjë bosh. Edhe këto janë simptomet depresionit edhe të ankthit. Kur jemi te depresioni dhe simptomat nga rrjetet sociale, kam lexuar se personat që bëjnë shumë selfie kanë simptoma të një çrregullimi.
Nuk do të thotë, mirë po... Këtë kanë thënë psikologë ndërkombëtar, kështu që nuk e di, vetëm atëherë e di se gjithë bënin hajgare me ne. Jo çdoherë, mirë po është një farë kompleksi. Njerëzit që duan të ekspozohen shumë, kanë një ndjenjë inferioriteti. E pastaj duan të shfaqen edhe të ekspozohen se unë jam e bukur, ose unë jam këtu, ose unë jam aty. Kërkojnë pëlqimin e të tjerëve. Kërkojnë afirmimin edhe konfirmimin e të tjerëve, po. Kur është momenti që një person duhet të takon psikologun apo psikiatrin, personelin mjekësor, kur duhet ta kupton se është... Shpesh herë, personat që kanë probleme neurotike, të tipit ankit ose çrregullimeve të humorit ose depresionit, janë më të vetëdijshëm edhe mund të kërkojnë ndihmë në kohë duhur. Ndonjëherë kërkojnë vetë ndihmë, mirë po ndonjëherë kërkojnë familjarët e shohin që nuk është në rregull me personin e familjarin e tyre, edhe ata vinë në ndikimin e atynve, domethënë kërkojnë ndihmë. E kundërta është te çrregullimet psikotike, ata nuk janë vetë kritik edhe asnjëherë nuk kërkojnë, gati se asnjëherë nuk kërkojnë ndihmë, zakonisht në spitalin ku punoj unë, ata raste sillen me ndihmë të shpejtë nga ana e familjes. E diskutua çrregullime mendore dhe psikotike? Çrregullime neurotike dhe psikotike kërkojnë ndjesë. Të lutem një dallim shumë të shkurtër në atë. Psikoza do të thotë individi nuk ka kontakt me realitetin. Çdo gjë rreth tij, domethënë është e ndryshuar. Ai e përjeton ndryshe. Ty të përjeton ndryshe, edhe veten ka fenomene të derealizimit edhe depersonalizimit. Në moment mundet të paraqitet si behia, në moment tjetër thotë jo, nuk jam behia, jam dikush tjetër. Zakonisht ta persona janë edhe në ndikimin e perceptimeve auditive, pastaj edhe vizuele, domethënë dëgjojnë zëra, edhe është një prej simptomeve të para të shizofrenisë, dëgjimi i zërave ose halucinacioneve auditive. Pares e përmendet se nëse ai person vetë nuk e din se duhet të trajtohet, familja duhet t'i ndihmon. Sa luan rol përkrahja e familjarëve, qëndrimi atyre afër gjatë periudhës trajtimit? Fatmirësisht familjarët janë më të vetëdijshëm edhe janë më të ndërgjegjësuar se në moment që fillon rishfaqja e simptomeve, kanë atë aftësinë ta njohin edhe kërkojnë ndihmë menjëherë. Vinë te neve për t'ja rregullu dozën e antipsikotikëve ose stabilizatorit të humorit. Si funksionon procesi i trajtimit në një psikiatër nga momenti i parë i konsultimit deri tek mjekimi apo terapi? Fillimisht në paraqitjen e parë në ambulant duhet mirret një anamnezë pak më e detajuar. Kur kanë fillu të shfaqen simptomat, a ka pas histori pozitive familjare, dikush nga familja e tij është trajtuar në psikiatër ose a ka ndenjur në ndonjë spital psikiatrik. Pastaj gjendjen e përgjithshme, vlerësimin e bëjmë, pastaj e vendosim a i duhet edhe ndihmë farmakologjike apo mundet t'i kalon këto bariera vetëm se me psikoterapi. Kur e thatë këtë farmakologjike, a është gjithmonë medikamenti bazë, apo mund ndonjëherë edhe të trajtohet personi edhe me bisedë psikologjike? Varësisht nga pesha e çrregullimit mendor, ka raste kur ndihmon vetëm psikoterapia. Mirë po, disa çrregullime të themi pak më të rënda, për të funksionuar psikoterapia, fillojmë edhe me një terapi, me një dozë të vogël, e cila e shtyn pak më shpejt me funksionu psikoterapinë. A bashkëpunojnë psikiatri dhe psikologët për... Patjetër. Njëni patjetërën s'kemi jetë. Mi ndasim i vra. Me ndasim i vra, bukfalisht. Të flasim pak për atë grup moshën më delikate, tek fëmijët, tek adoleshentët, si shfaqen problemet e shëndetit mendor të ata? Çrregullim më i shpeshtë tek fëmijët është ADHD, po. Pastaj kemi tek vajzat, e kemi edhe anoreksin. Shfaqen edhe probleme me sjelljet, shfaqen moshë shumë të hershme, edhe zakonisht prindet janë kështu pak si overprotective, e stërmbrojnë fëmijët e tyre edhe gjithmonë e kanë edhe atë problemin e stigmës, edhe pak si me vonesë kërkohet ndihmë. Ndihmë për ta? Po. A luan rol stresi akademik?
Po, pa tjetër. Apo krahasimet sociale i përmende parës? Krahasimet sociale, mirë po dhe stresi akademik, jo çdo fëmijë është i gatshëm ta përballoj për shembull ndryshimin e ambientit edhe fëmijë shumë të vegjël e përjetojnë atë ankthen e separacionit, sidomos atë fëmijë që janë detyruar të rriten në qerdhe, fatkeqësisht prindët të dy të punojnë. Tashti jetesa moderne ka bërë që familja të jetë mami, babi dhe fëmijët, gjyshja dhe gjyshi zakonisht më nuk janë prezent. Në rend të dytë, ja. Po janë në rend të dytë, edhe për ato duhet kujdeset edukatorja e qerdhes. Edhe ajo ndarja në moshë shumë të hershme, separacioni, do më thonë nga nëna sidomos, e bën shumë rol që të paraqiten çrregullimet e ankthit tek ta fëmijë në një moshë më të shtyrë pastaj. Kur është momenti që fëmijën duhet ta dërgojmë tek një psikolog? Moment që një fëmijë shfaq shenja agresioni, impulsiviteti, irritimi, e shef prindi se ushqimi nuk e ka në rregull, domethënë oreksin, gjumin, patjetër duhet të kërkohet ndihmë. Njëjtat simptome vlen edhe për të rriturit. Pagjumësia është simptom i të gjitha smundjeve mendore. Unë më qenë kam sepse shplej shumë. Oreksi gjithashtu. Më herët, pak para se të futemi në emision, e diskutuam edhe barën e një gruaje e një nëne. Si ndikon bara e përgjegjësive familjare e një zonje familjare, krye familjare, do kisha me thënë në aspektin shëndetësor të mendjes? Zakonisht, neve femrave na thuhen që jemi ma të thyshme, përkundrazi. Femra është në aspektin mendor është shumë ma e fortë se sa një mashkull. Barën që e bën një nënë, do me thonë, është shumë e madhe. Ajo përveç se duhet kujdeset për veten, duhet kujdeset edhe për fëmijë, duhet kujdeset edhe për shtëpinë. Edhe shumë shpesh janë të paragjykume gra që pas lindjes shfaqen ato shenjat depresione, shenjat depresive. Pikërisht, ajo nga një femër, nga një trup i vetëm, të më thonë edhe procesi shtatzanisë e luan rolin e përgadit në nënvetdijen e saj me atë statusin hormonal, që do të ndodhë diçka e re në trupin e asaj, mirë po në moment thash që e ka pat krijesën e vogël është një përgjithësi shumë e madhe. Bile këto simptoma shfaqen të ato gra që kanë inteligjencën edhe më të lartë. Si do ta përballoj, si do të kujdesem unë për këtë krijesë, a do të jem nënë e mirë? Pikërisht këto pyetje që ja bën vetës tregojnë një inteligjencë shumë të lartë ajo, edhe nuk duhet paragjykuar as pak nëna që shfaqet depresioni postpartal, po ju duhet një mbështetje familjare. Dikush të kujdeset edhe për vaktet e ushqimit për atë, të ndihmoj edhe të flen, edhe në punët e shtëpisë. Po të ne është tragjike nësi ndihmon një nëne apo gruas në shtëpi të flen, sepse ka dash të bëhet nënë, ashtu janë mëse shumë të paragjykimet e shumëta që ju bëhen grave të cilat sa po lindin. A mendon se sistemi ynë shëndetësor ka mbështetje të mjaftueshme për personat me probleme të shëndetit mendor? Duhet edhe shumë punë që pacientët që kërkojnë ndihmë për çrregullimet mendore duhet të jenë më pak të stigmatizuar, të kenë qasje të ka qendra mentale, sidomos problemi është në pjesët rurale, ku nuk kanë qasje të duhur me specialist psikiatër. Neve si jemi në numër shumë të vogël, mirë po në zonat rurale ky numër fare nuk ekziston. Për shembull, unë në spitalin ku punoj në spitalin psikiatrik, ne jemi spital regional, edhe pothuajse një pjesë e madhe e qyteteve rreth Shkupit vinë kërkojnë ndihmë te neve. Në qytetet përreth kemi vetëm reportet, cilat janë reportet të përziera neuropsikiatrike. Edhe shumë shpesh ata pacient përcillen tek spitali. A ka një periudhë përafërsisht kozgjatjeje se sa qëndron një pacient në spitalin psikiatrik? Po, gjanani kushtojmë rëndësi edhe kësaj pjese për shkak se të disa pacient shfaqet edhe hospitalizmi, të thotë pacientat aq shumë lidhen për spitali, sa që jashtë më nuk dinë të funksionojnë. Edhe rekomandohet që trajtimi të jetë maksimum 3 javë, mirë po disa sëmundje procesuale kronike kërkojnë edhe trajtim pak më të gjatë. Mirë po gjithmonë i kushtojmë vëmendje që pas trajtimit në spital, ti vizitojnë spitalet ditore, ku aty e marrin terapinë, motra, mjeku kanë kontakt me pacientin, mirë po pastaj
vazhdon aktivitetet ditore normal, mundet me shku edhe në punë, mundet me vazhdu edhe punët e shtëpisë, e kështu me radhë. A ndjeni ndonjëherë të rrezikuar në vendin e punës? Po gjanan kemi edhe pacient kur janë psikotik, din me qenë edhe violent, edhe agresiv, edhe autodestruktiv, ato shpesher përveç se atë agresivitetin që e shfaqin ndaj personelit edhe ndaj neve, shpesh din edhe ta dëmtojnë vetën. Edhe si jemi të rreziku. Deri në atë edhe vetën mund të? Po, kemi sjellje autodestruktive edhe të fëmijët, edhe të të rriturit. Kishte një fenomen, kishte edhe disa filma edhe u bo një farë si virale sjelljet autodestruktive ku nuk du t'jap ma shumë za, mirë po kishte një periudhë shumë të rinj me sjellje autodestruktive. Qa roli duat të luajnë në institucionet arsimore dhe mediat pikërisht në edukimin e shëndetit mendor, se sot është dita ku ne patjetër duhet të flasim? Edukim edhe ndërgjegjësim, qysh në moshë më të hershme, po thuajse se si cila klasë, edhe në klaset e ulta ka ndonjë fëmijë me ndonjë çrregullim mendor, pavarësisht është autik ose është me ADHD, pastaj me Down syndrom, duhet neve fillimisht si prind të mirime me fëmijët e tanë që të tregojmë se ky fëmijë ka disa nevoja më të ndryshme se sa një fëmijë normal, duhet t'i vetëdijsojmë edhe t'i ndërgjegjësojmë me sjelljet e tyre të mos lindin pastaj edhe bullëzimet ose dhuna nga moshatarët. Për shkak se edhe ky është një fenomen në rritje, duhet të edukojmë neve prindët fillimisht në shtëpi, pastaj t'ia lëm atë pjesën tjetër edhe arsimtarëve, duke punu pak më shumë në edukimin edhe ndërgjegjësimin e fëmijëve, edhe të flasim pak më hapur për çrregullimet e shëndetit mendor. Çfarë mesazhi do ju jepi atyre të cilët ndihen të lodhur, të trishtuar, të humbur, por hezitojnë të kërkojnë ndihmë? Mos ta self-stigma të ulet në zero, dhe më thonë mos ta stigmatizojnë, mos ta etiketojnë vetën, pavarësisht se çka mendojnë të tjerët, është mirë fillimisht të kujdesemi për vetën, pastaj edhe për komunitetin. Do më thonë, kërkimi i ndihmës në momentin e duhur është çelësi për vazhdimin e trajtimit edhe për një trajtim të suksesshëm. Zonja Bejet, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë, seriozisht na ke respektuar me këtë prezencën tënde dhe me këtë informata kaq të sakta, koncize, të thjeshta, po që shumë të kapshme. Shpresojmë që njerëzit sa më shumë të vetëdijsohen, mos të kenë situata të pasikletshme në jetën e tyre, ata të cilët janë të prekur sa më shpejt të trajtohen dhe normalisht numri sa më shumë të shkon e të bie i personave të prekur. Faleminderit edhe një herë. Ne tani jemi të dashur, do shohim shumë shkurt me një pikë muzikore, derisa të rikthehemi në studio ku do kemi përsëri mysafirë të tjerë për të trajtuar tema tjera.